Ndërmiq, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha, duke lutur Zotin që dhe kjo të ketë si një ditë e begatë për gjithë besimtarët muslimanë, të cilët kanë agjëruar në këtë ditë, janë lutur Zotit dhe kanë bërë shumë adhurime. Ju ftoj që të qëndrojmë së bashku në disa minuta gjithashtu të dobishme në funksion të këtij muaji të begatë Ramazanit, duke u njohur me një koncept të rëndësishëm. Do të flasim për sadakan, për bamirësinë që besimtarët muslimanë në këtë muaj e kanë më të shtuar dhe kanë një fokus të veçantë. Për të folur mbi sadakan si koncept në civilizimin islam, në konceptin e duhur fetar, do të dëgjojmë sot shpjegimet e hoxhës nderuar profesor Ferit Pikut. Profesor, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Faleminderit. Profesor, nëse flasim për sadakan, bamirësinë, lëmoshën, në këto ditë veçanërisht i shohim dyert e xhamisë me njerëz të interesuar që duan të japin shpesh vlera monetare, ushqime, rroba, duan të jenë me diçka në bamirësinë e tyre. Përse një bamirësi e shtuar në këtë muaj? Me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, është e vërtetë që specifikisht në muajin e Ramazanit, në të gjitha vendet ku agjërohet, njerëzit muslimanët mbajnë agjërim, ka një rritje të njerëzve që duan të kontribuojnë, po themi edhe shpirti dhe zemra e tyre janë më të gatshëm se asnjëherë tjetër për të dhënë. Dëshira është për të kontribuar, dëshira është për të qenë më të, po themi, që ta ndajnë dhimbjen me tjetrin, ta ndajnë pasurinë me tjetrin. Edhe kjo është e natyrshme sepse njeriu është më shpirtëror në këtë muaj. Shpirti i njeriu duke u ushqyer, duke u ndier më i qetë, më i çliruar, e shtyn njeriu gjithmonë drejt vlerave. Dhe i tregon njeriu që ana materiale dhe dëshirat materiale tuaja të kanë penguar, të kanë prangosur. Prandaj, nga që njeriu ndihet mirë shpirtërisht, edhe dëshira për të kontribuar është më e madhe. Është si puna e njerëzve që kur janë, po themi, le ta quajmë një të relaksuar, më të qetë, ju pëlqen muhabeti, ata e kanë dhe kontributin më të madh. Ramazani e bën një diçka të tillë, bën një revolucion brenda jetës njeriut, e shtyn njeriu që ta jap, ta ndaj pasurinë e tij me tjetrin, ta ndaj kënaqësinë me tjetrin, ta ndaj iftarin e tij me tjetrin. Nuk ka gjë më simbolike se sa kjo që tha profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, tha kush i jep të çel iftar një agjëruesi e merr shpërblimin e agjëruesit një për një pa ju paksuar asgjë agjëruesit. Të pranishmit i thanë o i dërguar i Zotit, po ne që s'kemi mundësi për të dhënë një iftar. Nuk kemi mundësi, jemi të nevojshëm vetë. Si mund ta marrim këtë shpërblim? Pra kishin dëshirë që ta merrnin shpërblimin, por i kufizonte ana materiale. Profeti Muhammed paqja qoftë mbi të tha, ai njeriu që i jep një agjëruesi qoftë dhe një kokër hurme, e cila nuk kushton asnjë gjë. Qoftë dhe një kokër hurme, është sikur i ka dhënë atij të çel iftar. Kush i jep një gotë me ujë është sikur i ka dhënë atij të çel iftar, dhe kush i jep atij qoftë një gllëng qumësht. Unë i shikoj të treja këto janë në aspektin material të nuk kanë vlerë, por kanë shumë vlerë se e bën njeriu bujar. Në aspektin solidar këto janë të jashtëzakonshme. Një xhami ku njerëzit e mbushin ujë njëri tjetrit, kur ndajnë hurmat me njëri tjetrin është madhështore. Çdo njeri e ndjen veten e tij, le ta quajmë zëngin, po zëngin në shpirtin e tij. Edhe unë mund të kontribuoj, edhe mund të jap. Nuk ka më keq se kur njeriu gjithmonë e shikon veten e tij i paaft, i nevojshëm, edhe gjithmonë hap syt se çfarë do t'i japin ata të tjerët. Kjo është varfëri që e shoqëron njeriu për herë, por nuk ka më mirë kur njeriu ndjej që edhe unë që jam i dobishëm. Pra ne japim kur ndjejmë bollëk, kur ndjejmë siguri dhe ndjejmë pasuri. Duket sikur në këtë muaj japin të gjithë. Të gjithë. Jo vetëm pasanikët, po edhe ata të cilët shpesh kanë nevojë, po themi, për vete personale, po duan të kontribuojnë, duan të përfshihen. Prandaj sadaka fitri, që është një nga kushtet e pranimit të agjerimit, ajo është simbolike në vlerën monetare që i jep njeriu për veten e tij ose për anëtarët e familjes së tij. Por pse e ka bërë? Pse është kusht? Është kusht, unë mendoj që simbolika e kësaj që ti duhet ndihesh që ke. Mjaft me ato që s'kam, unë jam i nevojshëm, tjerë duhet t'japin për mua, tjerë duhet mendojnë për mua, aq sa ke. Duhet t'japësh se kështu plotësohet, kurorzohet agjerimi yt dhe kështu del nga ato prangat e materies dhe asaj që e ke ndier veten gjithmonë të nevojshëm. Prandaj Ramazani është shpirti që e bën e pasuron njeriu. E pasuron atë parsisht shpirtërisht, por i tregon atij që ti ke shumë të mira që të ka dhënë Zoti. Prandaj mundohu të shpërndash ato të mirat, që ta shijosh të mirën tënde dhe të jesh më falëndërues ndaj këtyre të mirave që me cilat ka bekuar Zoti. Pra ndihu së paku një herë
po themi si i pasur, si i begatuar. Ndërkohë një thënie profetike me këmbgulje thotë se sadakaja, lëmosha nuk e pakson pasurinë. Madje profeti është betuar kur e ka thënë këtë fjalë, çka rrallë ka ndodhur në ligjërimet e tij që të betohet. Këtë muaj duket sikur e besojmë më tepër këtë fjalë, edhe e vërtetojmë, madje dhe e shijojmë. Sa të sigurt të jemi në këtë fjalë të profetit Muhammed, ashtu siç në çdo fjalë tjetër. Kjo faktikisht na shtyn të diskutojmë shumë shkurt raportin e njeriut me pasurinë, me paranë. Po të shikosh, Zoti e ka krijuar pasurinë si motorin e zhvillimit të jetës njerëzore. Dhe pasuria është një nga ato që shtyn njeriu të punojë, motivon, sepse përndryshe njeriu nëse do kishte lakmin për pasuri, për të pasuruar, për të zhvilluar, ai s'do të punonte në këtë jetë. Imagjino se kur të gjithë ishin të pasur, mos sa kishte askush nevojën tjetrit. Çfarë do të ndodhte? Do të mbaronte jeta e këtyre njerëzve. S'kishte kuptim më jeta. Po Zoti pikërisht për këtë arsye ka bërë që dikush të ketë më shumë pasuri, po themi materiale, dikush të ketë një aftësi tjetër që ata të shërbejnë njëri tjetrit, se gjithë me një formë tjetër ne i shërbejmë njëri tjetrit. Jo vetëm i pasurit varfrit, por edhe i varfrit shumë i rëndësishëm për të pasurin. Madje thonë të parët kanë thënë që i varfri është pasuri, është pasqyra e të pasurit. Tek aty ai shikon veten e tij, mirësinë që i ka dhënë Zoti dhe shikon që ka obligim edhe ndaj njerëzve të tjerë. Po njeriu për fat keq, vjen që ta përdor këtë pasuri për të zhvilluar jetën e tij në tokë, ta përdor këtë pasuri edhe ta shpërndajë atë, ai ngelet pengi kësaj pasurie. Mendon që ai po e përdor pasurinë, por vjen sepse pasuria ka gravitet të fuqishëm, ajo e përdor njeriu. Është si puna e energjisë që nëse ti nuk e përdor siç duhet atë, ai kthehet si puna e vrimave të zeza që të thith edhe ti futesh në një labirint për cilit nuk ka më dalje. Prandaj janë obligim. Zakati është obligim për ata që kanë mundësi, po kush nuk ka mundësi të jap zakatin, do të japë sadaka. Dhe profeti alayhis salam thotë për çdo ditë të japi njeriu sadaka. Le të jetë me gjërat minimale, ai duhet ta stërviz veten e tij që duhet të jap sadaka. Vjen Ramazani i cili thotë që është obligim të japësh, të ndash iftarin tënd, syfyrin tënd, hurmën tënd, gotën e ujit, siç e përmendëm, të gjithë ta ndjen veten që ne mund të japim. Kjo është një nga betimet profetike për të nxjerrë njeriu të frikën në ato që nuk kuptohet sadakaja me matematikë, sepse me matematikë nëse un kam 10 dhe 2 do t'ia jap tjetrit, më ka mbetur 8. Po profeti alayhis salam thotë betohem Zot, s'kan mbetur 8. Të janë shtuar, të janë bërë 28. Pse? Sepse këto dyja që i ke dhënë me pastërti dhe me sinqeritet e kanë minimumin e shpërblimit 10 fish, kthehet 10 fish. Atëherë ato dy që dhe, ato 10 fishohen dhe ja kaluan asaj të që pate. Prandaj kjo është betim, dhe betimet profetike patjetër që janë betimet më reale. Betohem në Zot se nuk paksohet pasuria e njeriu kur jep njeriu sadaka. Nuk është varfruar askush që ka dhënë. Përkundrazi, ai ka në radh parë ka dalë nga, po themi, nga ato prangat e materjes, e të fukarallikut përhershëm që un kam nevojë, aman se mos më paksohet, aman se s'di që do të ndodhi me mua nesër. Radh parë ke shpëtuar prej këtyne. E dyta fillojnë ndjen njeriu një farë kënaqësie edhe lezeti kur e ndan të mirën e tij me tjetrin. E treta është se Zoti për cilën ti e ke dhënë nuk të ngelet ty borxhli. Nëse e ke dhënë për Zotin, ai do të ta shpërblejë aty ku ti s'ta merr mendja. Edhe sadakaja, si sot profeti Muhammed alayhis salam, është argument që njeriu beson ke Zoti, beson tek pasuria e Zotit, beson tek premtimi i Zotit. Nëse unë thotë ja jap Zotit këtë, Zoti nuk ka mundësi të ma kthejë mua shumë fish. Unë kam dëgjuar që ka njerëz nga që e kanë provuar diçka të tillë, ata japin që t'u ashtoj Zoti. Madje janë bërë studime, profesor, me biznesmen të cilët janë të angazhuar në bamirësi dhe ata të cilët nuk janë të angazhuar në bamirësi. Ata që ishin të angazhuar në bamirësi rezultonin më të suksesshëm, kishin më të përfitime dhe kjo ka logjikë të qartë, pasi duke qenë i tillë shtohet vetbesimi, shtohet përpjekja, shtohet inkurajimi dhe natyrshëm në fundit gara është edhe konceptuale dhe jo vetëm fizike. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që edhe i pasur, patjetër që e ka detyrim të ndajë pasurinë e tij, se Zoti është ai që ia dha. Njeriu s'pati kur gjë dhe Zoti ketë për gjë. Imagjino me çfarë kthehet njeriu në botën tjetër. Ka punuar, ka fituar miliardat, ka çdo gjë, por ai kthehet, i themi, me një copë qefin të bardhë
dhe me 2 metër dhe aq është pasuria që merr njeriu me vete. Por ai nëse këtë pasuri e ka shfryzuar për mirë, ka dhuruar kënaqësi, ka zgjidhur hallin e dikujt, ai kthehet një kapital të jashtëzakonshëm. Unë shpesh herë përdor e gjithë pasuria që është në tokë, kaq ka qenë. Edhe ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se qarkullojmë të njëjtën pasuri. Askush se ka marrë me veten e tij. E gjitha është në planetin tokë. Por ne thjesht cilën pasuri marrim me vete dhe cilën pasuri realisht e shijojmë ne si njerëz. Është pikërisht ai gëzimi që ti ke parë në sytë aty personi që i ke zgjidhur një hall në sytë të jetimit, lotët e gëzimit të një nëne e cila ka qenë në hall në smundje, ka pasur smundje fëmijën e vet dhe dikush i ka qëndruar në krah. Është ai kënaqësia kur me pasurinë tënde dikush ka ngopur barkun e tij, dikush ka shëruar smundjen e tij. Kjo është kënaqësia dhe pasuria më e madhe që merr njeriu. Kjo është kënaqësia e kësaj bote që ne shikojmë, edhe kënaqemi kur shikojmë që pasuria jonë që ka dobishme. Imagjino shpërblimin që ka njeriu kur shikoj që me atë pak pasuri që ti patë në jetën e dynjas ti ke fituar parajsën e Zotit. Përndryshe, nëse ke qenë rob i kësaj pasurie, ti ndoshta ke qenë njeriu më fukara, po ti se ke kuptuar diçka të tillë, e keqja më e madhe nuk është këtu, e keqja më e madhe se kjo pasuri që e ke pas në dorë po të shkërkuar ta shpërndash dhe ta japësh, ajo do të dënojë ty në botën tjetër. Zoti do t'i dënojë njerëzit që kishin pasuri por nuk u përdorën rrugën e duhur me pasurinë e tyre. Siç është transmetuar, pasuria e tyre nxehet në zjarrin e xhehenemit dhe u adig atyre trupet. Prandaj pasuria nuk është e njeriu, njeriu është administratori i kësaj pasurie. Pra, sa rëndësishme është ta kuptojmë këtë pjesë, pra që njeriu nuk është ai që e zotëron tërësisht, por është ai që e përdor. Pra ju përmendet dhe thatë se sasia e atyre materialeve të çmuara për cilën bota rrezikon që shpesh të shkojë në konflikt dhe të rrezikojë jetët e miliona njerëzve, e ka qenë e tillë dhe do të mbetet me të njëjtat materiale, njerëzit vetëm e kalojnë dorë me dorë. Duke e kuptuar veten si njerëz që e kemi në përdorim dhe jo në zotërim, besoj që na bën më bujar dhe më të lehtë në raportet. Kjo është besimi faktikisht i mëson njeriu të kuptojë drejt raportet. Raportin që kjo jetë, kjo botë me çfarë ka brenda nuk është e jote, është e krijuesit, por ta ka dhënë ty në përdorim për të mirën tënde. Nëse nuk u përdor ato siç duhet, ajo do të shkatërrojë ty në këtë botë dhe në botën tjetër. Një dimension tjetër shumë i rëndësishëm është që kjo botë nuk ka kuptim pa botën tjetër. Prandaj nëse njeriu beson thjesht në këtë botë, nuk beson në botën tjetër, ai është i sigurt se ai do të kthehet në një egërsirë për pasurinë ndaj të tjerëve. Siç e përmend, ai bën luftë, ai shkatron 100 herë këtë botë sepse për dy para, sepse aq i beson asaj. Prandaj nuk ka dhuratë më të madhe për njeriu sesa besimi, sidomos besimi në botën tjetër. Në këtë rast besimtari e shijon edhe pasurinë që i ka dhënë Zoti. Po themi edhe atë bukën e thjeshtë, ushqimin e thjeshtë që ha, ai e shijon dhe falenderon Zotin për këtë. Dhe pasurinë e di që nuk është ai pronari i saj, por mundohet me të kryejë nevojat e tij, të familjes së tij, por ti zgjidh dhe hallin dikujt tjetër, ti jap ato që quhet detyrimi ndaj Zotit. Zoti s'ka nevojë për pasurinë askujt. Pasuria e Zotit është e paimagjinueshme, pasuria e qiejve dhe e tokës, por të ka thënë që jepe detyrimin që të takon, sepse unë kam përtashtuar edhe më tepër se sa kaq. Edhe unë mendoj që nuk ka çlirim më të madh për njeriu se sa kur e lidh këtë botë me botën tjetër, atëherë do të shijojë çdo gjë. Përkundrazi, njeriu nuk ka për të shijuar asnjë gjë dhe njeriu është gati t'ia ver flakën kurdo gjithë planetit thjesht për interesin e tij. Ndërkohë, sadakaja, lëmosha, bamirësia në Islam është dhe një vizion. Nuk është thjesht një, po them, një empati ndaj atij që nuk ka. Dhe ne sot jemi në xhaminë e namazjas dhe pikërisht toka ku është ndërtuar kjo xhami, po dhe kontributi i kësaj është më tepër se sa një lëmoshë, është më tepër se sa një bamirësi, po është një vizion për të ndërtuar qytete, për të ndërtuar civilizim dhe për të ngritur, po themi, njerëzit në tjetër nivel. Këtu afër nesh gjithashtu ka qenë xhamia e Sulejman Pashës dhe në krah xhamia e Tembeut. Dy njerëz të cilët kanë qenë ndër pasanikët e këtij qyteti, po kanë lënë vakëfe që besimtarët prej shekujsh i shijojnë. Tirana ndoshta ka patur shumë milioner, po janë të paktë ata që kanë ngelur në histori. Nëse e Tembeu nuk do ndërtonte atë histori, kanë përshtypje atë xhami, kanë përshtypje që nuk do ngelej në histori. Si e shohin besimtarët musliman sadakan
vakëfet si një po themi vizion për të ndërtuar civilizim dhe jo thjesht për të ndihmuar disa nevojtarë. Shembuj që solle janë shumë interesante dhe shumë të prekshëm. Ne nuk e dim sa ka qenë pasuria e Sulejman Pashës apo e Tembeut. Edhe nuk ka rëndësi ta dim atë, por dim që kanë qenë shumë të pasur, se na kanë lënë dhe ne një pasuri shumë të madhe. Çdo kush pas kaq vite, me qindra viteve, ne ja shikojmë hajrin pasurisë së këtyre njerëzve. Një kohë që mund të ketë patur, siç e përmendë, njerëz shumë më të pasur se sa aq, por nuk kanë lënë gjë për veten e tyre, nuk kanë lënë gjë për emrin e tyre. Dhe ne nuk e shijojmë të tyre. Kjo është pasuria e njeriu. Pasuria reale e njeriu është ajo që ai lën mbrapa, që lën mbrapa në kontribut, që lën mbrapa për emrin e mirë, që lën mbrapa për shpirtin e tij. Dhe investimi më i madh që bën njeriu nuk është investimi që ai bën për këtë botë, sepse kjo botë e ka një kufi. Do të mbarojnë të gjitha një ditë kënaqësitë, pushteti, fuqia, pasuria e njeriu, por pasuria reale e njeriu është ajo që ai merr me veten e tij. Emri i mirë që ai ka marrë me veten e tij, imazhi i mirë për të, fjalët e mira që thuhen për të dhe kontributi që ai ka marrë dhe ka shkuar tek Zoti. Dhe një nga kontributet më të mëdha që janë të pavdekshme deri në ditën e llogarisë është kontributi i vakëfëve. Vakëf do thotë pasuria që tjetri e ka lënë gjallë për shpirtin e tij, që ajo të jetë e përhershme derisa ai takohet me Zotin. Sa më shumë që përfitojnë njerëzit për kësaj pasurie, sa më shumë që falen në atë xhami, sa më shumë që hanë në atë mend, sa më shumë që mësojnë në atë medrese, sa më shumë që pinë ujë prej çezme, sa më shumë që ecin mbi atë ujë, aty i shkon shpërblimi. A ka investim më të logjikshëm dhe më të mençur se sa ky? Investimet më të zgjuara në botë janë investime që janë të përhershme, që nuk shkputën asnjëherë, që ndryshe ne i themi llogaritë rrjedhëse. Pra njeriu nuk është aty, i shkon aty njeriu llogarie. Kjo është investimi në vakëf. Pra sa herë thirret ezani në xhaminë e Tembeut, me që e morëm si rast konkret, dhe sa herë lexohet Kur'an dhe sa herë falet namaz, synohet që për sevape dhe për shpërblime të shkojnë dhe ndërtuhet asaj. Kjo është një tregti jashtëzakonshme, një investim jashtëzakonshëm. Prandaj Zoti i thret, bëni njerëz besimtarët, a të ftojnë ato që është një tregti me Zotin, me ato që është bamirësi dhe bujari më e madh, i cili e kthen tregtin tuaj me shumë fish të paimagjinueshme. Prandaj gjithmonë na ka thirrur tek investimi, më shumë se ndoshta na ka thirrur tek thjesht adhurimi. Prandaj ajo që quajmë ne lufta, betejë me pasurinë është betejë më e fuqishme. Është nganjëherë më e fortë se sa betejë edhe me trupin dhe me shpirtin e njeriu, sepse njeriu është pengi, për fat keq, ngelet pengi kësaj pasurie. Vakëfi nuk është thjesht një bamirësi, një punë e mirë, por është treguesi i një civilizimi, sepse tregjet janë ndërtuar, pazarët, çarshit, muslimanët i kanë ndërtuar si vakëf. Shkollat e tyre janë ndërtuar si vakëf, spitalet janë ndërtuar si vakëf, xhamit janë ndërtuar si vakëf. Ka pas një shprehje që thotë që në Islam, në civilizimin islam, njeriu lind në një spital, po themi, i cili është ndërtuar vakëf. Njeriu mëson një shkollë që është ndërtuar si vakëf. Njeriu rritet dhe punon një pazar, një çarshi që është ndërtuar dhe ajo si vakëf. Njeriu nesër punon me veglat të punës që dikush i ka lënë vakëf, edhe ky njeri thot kur vdes thot futet në një tabut i cili dhe ai është lënë vakëf, varroset në një varresë që ajo është lënë vakëf. Nga lindja e njeriu deri në vdekjen e njeriu, vakëfi shoqëron njeriu. A ka gjë më të, kjo është kuptimi, kjo është jeta, kjo është kuptimi real i jetës, qytetet tona. Jeta, i gjithë ekonomia e vendeve tona është ndërtuar pikërisht mbi vakëfet. Prandaj vakëfi është ndoshta investimi më i mençur, më i logjikshëm edhe për jetën e kësaj bote, por mbi gjitha është për botën tjetër, sepse siç përmendëm është llogaria rrjedhëse e cila nuk shkputet asnjëherë. Ndërkohë vakëfi dikur ka qenë institucionalizuar, ka qenë po themi i dokumentuar dhe nuk ka qenë thjesht një bamirësi po themi private e dikujt, po përpara kadiut të asaj kohe përballë dëshmimtarëve deklarohej që një pasuri ose një pjesë e saj lihej vakëf. Dhe ne kemi po themi të trashëguar nga dokumentat osmane që nga Shqipëria pikërisht këtu ka patur njerëz që kanë lënë ullinj të caktuar ku vaji i tyre do të shkonte për 3 xhamit e shenjta, pra një veprim që na bën krenar të gjithëve sot. Se si besimtarët asaj kohe ka qenë kaq bujar dhe kaq vizionar sa kanë ditur që të lënë një pjesë të pasurisë së tyre për gjithë besimtarët musliman. E te kalon dimensionin lokal sadakaja në këtë rast. Për fat keq nga që nuk njohim historinë tonë, ne
kemi rënë në atë prej atij mendimi që shqiptarët nuk është se janë njohur për fetar, nuk është se janë njohur për dorëdhënës, po kjo nuk është as pak e vërtet, nëse do të shfletonim dokumentacionin, do gjenim që shqiptarët të pasurit e tyre, por edhe ata që s'kan patur mundësi, kanë lënë vakafe edhe në këto troje, po në 4 anët. Dhe investimet që kanë lënë shqiptarët, investimet të mëdha, kjo tregon që këta njerëz kanë patur besim. Edhe atë pasuri e kanë shfryzuar në formën më të mirë të mundshme dhe ata shkuan tek Zoti, pasuria e tyre mbaroi, por ngelen vakafet e tyre. Ngelen edhe në këtë botë, por mbi gjitha ngelen tek Zoti. Dhe kjo është ndoshta ftesë që i bëjmë të gjithëve, sidomos atyre që u ka dhënë Zoti mirësinë e pasurisë. Ka të pasur që ndërtojnë shtëpi për qefin e tyre, edhe po ta pyesë thotë kam ndërtuar thjesht për qefin tim. Edhe u investoj sa të duash, thjesht e dua të jem për qefin tim, për familjen time. Është mirë t'i themi këtyre njerëzve, a ke ndërtuar diçka për qefin tënd, për atë që është jetë e përhershme? Për qefin tënd, për shpirtin tënd, a ke ndërtuar diçka? Sepse të tjerat gjitha mbeten këtu. Fëmia apo pasardhët do të trashëgojnë me një formë me një tjetër, apo punëtorët apo kompania, për veten tënde ke marr diçka me vete. A ke ndërtuar diçka për qefin tënd? Kjo është tregtia me Zotin. Prandaj Zoti thotë, robi im, thot, pasuria nuk është e jote, ta kam lënë menaxhim në administrim atë. I mençur është administratori, më i mençur është ai që e di se kujt është pasuria reale, që e shfryzon atë dhe shfryzimin kryesor e merr edhe e çon për botën tjetër. Shfryzimi për botën tjetër është pikërisht duke lënë punë të mira, gjurmë të mira. Aq sa ke mundësi. Ne kemi shembuj të njerëzve siç e përmendë, një ulli ka mbjellur tjetri. Dikush tjetër ka lënë një çezëm, dikush ka lënë këtu nuk është i pasur apo i varfër. A ke dëshirë të investosh për të ardhmen tënde? A ke dëshirë të ndërtosh shtëpinë tënde në xhenet prej kësaj bote? A ke dëshirë që kjo pasuri e pakët të jetë për ty e pafundme në botën tjetër? Kaq është. Prandaj Ramazani është ftesë për të dalë nga ajo kurthi i fukrallikut që na ka pushtuar të gjithëve dhe gjithë për fat keq shumica hapin sy se kush do të na jap. Edhe ti duhet t'japësh. Aq sa të ka dhënë Zoti. Nuk ka pasuri më të madhe se sa pasuria e shpirtit, nuk ka pasuri më të madhe se sa njeriu e jep ato edhe pse vetë është i nevojshëm. Ky ka tjetër shpërblim, ka shpërblim të jashtëzakonshëm tek Zoti. Ky Ramazan na motivon, e thyen në akullin, ta nxjerr frikën dhe njeriu e shijon dhënien e tij, por na mëson që çdo ditë deri në fundin e jetës tënde mundohu të mbjellësh për çdo ditë nga një pemë, të japësh për çdo ditë nga një sadaka, aq sa ke mundësi, sepse ke për t'ia parë të mirën dhe hajrin kësaj në këtë botë, por mbi gjitha ke për t'ia parë në botën tjetër. Ne gjithmonë e lidhim tek bota tjetër sepse pasuria reale është në botën tjetër, kënaqësia reale është në botën tjetër dhe jeta reale është bota tjetër, nuk është kjo botë. Ndërkohë familjet e mëdha dikur pothuajse të gjitha kishin xhamitë e tyre. Pra vetëm Tirana numëronte mbi 36 xhami që ishin kryesisht xhamitë e familjeve të mëdha, sepse nuk ishte kuptim që ajo pasuri të mos përkthehej në dobishmëri për qytetin dhe për ahiretin, siç e shprehet ju. Gati 1/3 së paku e Tiranës së vjetër ka qenë vakëf dhe shumë institucione sot, shumë gjimnaze ku të rinjt studiojnë, janë ngritur mbi tokat vakëf që janë lënë. Madje ne kemi dhe shtëpinë e fëmijës Zyber Hallullin, i cili ka qenë kryetari i parë i bashkisë së këtij qyteti, ka qenë mufti në këtë qytet, po një vizionar i madh i cili ngriti një jetimore në kohë shumë të vështirë dhe të nevojshme për Tiranën. Pra duket se bamirësia është çështje vizionarësh më tepër se sa çështje pasanikësh. Ashtu është e drejtë. Kjo është tamam çështje vizioni dhe besimi e jep këtë vizion. Vizioni që ti mund ta shijosh të mirën e kësaj bote, por mbi gjitha me këtë pasuri të kesh atë mirësinë e pafundme në botën tjetër. E dyta, ti mund të marrësh shpërblimin tek Zoti, por ti bësh dobi dikujt. Një nxënës, një fëmijë, një smuri, një nënë, një kalimtar, një personi që ndalet të pi ujë tek ajo çezëm. Kjo është për të treguar që Islami është universal, nuk e ndan këtë botë me botën tjetër, nuk e ndan shpërblimin tek Zoti me dobinë që i bën. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, thotë, më i dashuri i njerëzve tek Zoti është ai që është më i dobishëm për njerëzit e tjerë. Sa më shumë që njerëzit ta shikojnë hajrin, dobinë ty, aq më të madh ke të shpërblimin tek Zoti, me kusht që ta kesh me sinqeritet gjën. Mos ta presësh shpërblimin nga njerëzit, se njerëzit mund të të falenderojnë, por mund edhe të harrojnë, madje edhe mund ta mohojnë shpërblimin tënd. Për ty nuk ka rëndësi. Islami nuk e ndan jetën e kësaj bote me jetën e botës tjetër, nuk e ndan sevapin, po themi që unë thjesht bëj hizmet botës tjetër, nuk pyes për këtë botë.
litë mira dobi në këtë botë, sepse ato automatikisht kanë për të ardhur ty në botën tjetër. Pra siç e përmende, çdo vakëf regjistrohej në instancat më të larta zyrtare, tek kadiu, tek gjykatësi, kishte një bord dietarësh, një bord nga përfaqësuesit lokal, edhe po të lexosh tekstin e vakëfnamës, është një tekst që të rënqeth, sepse thotë që ky njeri e ka lënë që të jetë mirësi për të në dyja botët, ai njeri që e ndryshon këtë tekst, apo që vedor mbi vakëfin e tij, apo e devijon atë, ka mallkimin e Zotit, mallkimin e engjëve dhe besimtarëve deri në ditën e llogarisë. Ashtu siç është një pasuri e jashtëzakonshme të lësh një vakëf, është një krim i jashtëzakonshëm të vesh dorë mbi vakëfin e dikujt, sepse ti e bën shkak ti ndërpresësh atij të mirat në botën tjetër, dhe ai s'ta fal këtë. Asnjëherë nuk ta fal në botën tjetër, sepse ti e mbyllë, nëse mund ta shpreh, rubinetin e sevapeve të këtij personi. Prandaj është obligim që ti ruajmë vakëfet e të parëve, të paktën ato që kanë mbetur, por Zoti na ruajt që të vëm nga ajo që të vendosim dorë. Për fat keq njerëzit nuk e kanë patur këtë dhe kanë vendosur dorë mbi vakëfet e tjerëve, i kanë shndruar ata, i kanë shpronsuar dhe për fat keq, domethënë kanë hyrë në një gjunah, e cili është gjunah i pafalshëm. Një prej plagëve të shoqërisë tonë është pikërisht sidomos shoqërisë tonë abuzimi me vakëfet, e cila filloi kryesisht me periudhën komuniste, e cila po themi e sekuestroi të gjitha dhe më pas pothuajse shumë pak për tyre u rikthyen. Rikthimi i tyre do të rikthente këtë begatinë dhe këtë mirësinë. Po ndërkohë ne po flasim për atë zemrën e madhe, bujarinë e madhe të besimtarëve dikur dhe sot. Po Islami duket sikur ka vendosur një kufi minimalist, që poshtë tij pastaj njeriu realisht ka probleme me karakterin dhe me shpirtin e tij. Është zakati. Pra 2.5% e pasurisë mjaftueshme, me sa kujtoj, komuniteti musliman ka caktuar diku tek 8 milionë gjysmë të vjetra ose diku te $10,000, mos gaboj. Pra kush i ka mbi $10,000 në shtëpinë e tij, së paku 2.5% për e tyre duhet shkojnë për të varfrit si formë zakati. A është rasti më i mirë për të nxjerrë zakatin ky muaj Ramazanit? Patjetër muaji Ramazanit, siç është muaj i shumë adhurimeve, shumë musliman zakonisht e llogarisin zakatin e tyre, që zakati është obligim. Lëmosha sadakaja është, po themi, ajo stërvitja ditore, që të mbrish pikërisht këtë, ta ndjesh veten që të ka dhënë Zoti, dhe ta ndjesh veten që ke detyrime në pasurinë tënde, se pasuria realisht është e Zotit dhe në pasurinë tënde kanë detyrim, kanë hak edhe njerëzit tjerë. Por ajo sadakaja, lëmosha e përditshme, ajo e mëson njeriu, e stërvit atë për ta mbritur në atë që është akti final, që në fund vitit njeriu llogarit pasurinë e tij dhe thot 2.5% kjo nuk është e imja, kjo është e Zotit, kjo është e nevojtarëve, dhe është simbolike, është minimale në krahasim me shpenzimet që bën njeriu. Prandaj ai është obligim. Se për fat keq ka njerëz që mund t'japin rregullisht zakat, por nuk sadaka, por nuk japin zakatin e tyre. Po të llogarisësh këtë që kanë dhënë me sadakat e tyre, ndoshta është më e madhe se sa zakati. Ama ky njeri është i puna e tij që ka bërë një punë vullnetare, por ka lënë detyrimin. S'ka shlyer borxhin e tij. Fjala zakat do thot pastrim dhe do thot shtim. Ky zakat të pastron pasurinë tënde, por dhe ta shton pasurinë tënde. Profesor, të falenderoj shumë edhe për këtë bisedë, për këto shpjegime, për këto orientime. Lutim Zotin që në këtë muaj, po në çdo ditë të vitit jemi më bujar, se duke qenë më bujar jemi dhe më guximtar, po jemi dhe më dobishëm për gjithë njerëzit. Faleminderit shumë. Amin, faleminderit shumë. Për miq, këtu mbyllim takimin e sotëm, folëm për bamirësinë që në këtë muaj kthehet në një lloj gare mes besimtarësh, pothuajse çdo projekt bamirësie sapo lançohet menjëherë realizohet dhe plotësohet, dhe me të vërtetë Ramazani është për të gjithë, jo vetëm për agjëruesit, por për gjithë shoqërinë, pasi në këtë muaj, siç e përmendën, besimtarët mundohen që të nxjerrin atë që është zakati, një prej shtyllave të Islamit, dhe të ndërtojnë gjithashtu në këtë muaj vakëfet, ato bamirësitë, të cilat vazhdojnë edhe pasi njerëzit ose gjenerata të ketë ndruar jetë, të jetë kthyer tek Zoti, ajo bamirësi do të vazhdojë dhe sevapi do të kthehet tek personi. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe mirë takofshim sërish nesër.